Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar i dhuron policisë shqiptare pajisje imazherike të teknologjisë së lartë me vlerë mbi 18.000 euro. Marrëveshja për donacionin në vijim të bashkëpunimit solid dhe ndihmës konkrete të partnerëve britanik u nënshkrua nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Prota dhe përfaqësuesi i zyrës së operacioneve ndërkombëtare të Departamentit të Operacioneve Ndërkombëtare të Ministrisë së Brendshme të Britanisë së Madhe, zoti Stephen Law. Drejtori Prota, nëpërmjet zotit Stephen Law, falenderoi Ministrinë e Brendshme të Britanisë së Madhe për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme, si dhe theksoi se bashkëpunimi i ndërtuar mbi profesionalizëm dhe besim reciprok do të ndikojë drejt për drejt në revanshin e ligjit në luftën kundër krimit e në përgjithësi dhe në krimin e organizuar në veçanti. Pajisjet e rezolucionit të lartë do t'i shërbejnë departamentit për kufirin dhe migracionin për detektimin e shpejtë të lëndëve narkotike, armëve dhe marrave, të cilat tentohen të futen ose të dalin nga territori i Republikës së Shqipërisë, duke i fshehur në vende të përshtatura paraprakisht. Si rezultat i përdorimit të këtyre pajisjeve në këto raste të krimeve kufitare, do të sigurohen prova materiale të padëmtuara. Ky donacion pasoi donacionin e datës 28 janar 2025 të partnerëve britanik të 4 dronëve termik dhe 2 detektorëve. Donacionet janë dëshmi konkrete e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Policisë së Shtetit dhe partnerëve britanik.